Sot është data 25 korrik 2025 dhe kremtohet 110 vjetori i vrasjes tragjike me helmim në Prishtinë të një ndër figura më të shquara të rilindjes shqiptare që quhej Josif Jovani apo Josif Bageri, siç e quhen dhe e njohin bashkëqytetarët e tij këtu në Dibrën e Madhe të Maqedonisë. Josif Bageri ishte një ndër veprimtarët më të shquar të rilindjes shqiptare, ishte mik i ngushtë dhe koleg me figura si Naim Frashëri, Fanoli, Luiz Gorakuqi, Faik Konica, dhe së bashku me to kishte themeluar gazeta të gjuhës shqipe, kishte shkruar libra në gjuhën shqipe dhe kishte hapur në vitin 1908 pikërisht këtu afër në malësitë e Dibrës së Madhe shkollën e parë shqipe. Ai ishte vllai një prifti ortodoks shqiptar i cili mbasi mbajti meshën e parë në gjuhën shqipe këtu afër, ju pre koka. Imagjinojmë momentet e vështira në cilën operonte Josif Bageri duke e përquar atë dhëtarinë e tij kudo pranë njerëzve. Ai mbahet si ideatori i parë i krijimit të kishës autoqefale ortodokse shqiptare, gjë të cilën e bëri realitet më vonë miku i tij i ngushtë Fanoli. Ne kemi sot në Maqedoni një komunitet rreth 75.000 vetësh që janë në shqiptar të fesë ortodokse, të cilët duhet të dalin në dritë të diellit, pasi shqiptarët i presin me krah hapur, ato janë po shqiptarë se të gjithë ne. Janë 26 fshatra, siç na mëson Sejdinovski, i cili është autor i 39 veprave të jashtëzakonshme mbi këto çështje dhe na rrëfen rrugën që duhet të ndjekim. Pra ne sot e përsëris kremtojmë 110 vjetorin e vrasjes me helmim në Prishtinë të një veprimtari të shquar në moshën 45 vjeçare dhe e kujtojmë atë pasi duhet të shkruhet në panteonin e njerëzve të shquar të kombit ton shqiptar. Dhe në emër të djemërisë dibrane në emigracion, unë sot vendos të buqet me lule, me shumë mirënjohje për atëdhetarin dhe rilindasin shqiptar të shquar të Dibrës së Madhe të gjithë shqiptarizmës që quhet Josif Bageri. Nga Dibra e Madhe, unë Alban Kraj ju përshëndes dhe ju uroj si gjithmonë çdo të mirë.